dhe pavarësisht se kryeministri e refuzoi këtë interpelancë, ktheu një përgjigje nga larg, duke thënë që ky sektor nuk është as i inkriminuar, madje pati edhe këtu në sallë njerëz që thanë, deputet mazhorancës, që ky sektor nuk ka lidhje me pastrimin e parave drogës. Çfarë ndodh mbas 3-4 ditëve? Konfiskohen 12 milion euro pasuri nga një grup i strukturuar kriminal, dhe çfarë ishin këto pasuri? Apartamente, villa, pallate. Tani si del llogaria? Është inkriminuar apo jo? 12 milion euro që pastrohen në për pallate, në për apartamente, të cilat një javë më parë ju refuzuat të bëhet interpelanca. Kryeministri refuzoi të bënte interpelancën dhe mohoi kategorikisht që ky është problem. Ndërkohë që vetëm nga një organizat na dalin 12 milion euro. Së dyti, pallati i cili mori flak, si nuk merr me asnjë vend botës, i Armando Lilos, njëri i dënuar ky në të kaluarën për trafik droge në Itali, sot ndërtuesi preferuar i kryeministrit. Kryeministri e njeh se ja ka dhënë firmën vet për atë kullën atje tek qendra, që e kishte me 7 kate pa leje, 7. Jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, jo 5, jo 6, 7 kate pa leje. Dhe ju nuk i vini 3. Ju që vini 3, një penxhere një artisti pa leje, që e morët e arrestuat, ju që vini re, shtëpiat e qytetarëve që i suleni me gaz lotësjellës për t'i larguar nga shtëpiat e tyre, për të bërë pikërisht këto kulla me lilot e juaj. Çfarë ndodh? Merr flak pallati. Për herë të dytë, që do të thotë si ishte marr asnjë mas, sepse këtu s'ka asnjë hetim se çfarë materiale shpërdorim, se këtu nuk ka rëndësi siguria e qytetarëve, nuk ka rëndësi standardi, këtu ka rëndësi pastrimi i parave tek pallatet e këtyre pseudo biznesmenëve, të cilët çuditërisht gjithmonë kanë një të kaluar me drogën. Gjithmonë. Po çfarë nxorrin pa kjo situatë dramatike? Përpos atij prefektit jashtëzakonshëm që s'ka nerva e s'ka kohë të merret se ku do jetojnë, këta qytetarë që mbeten pa shtëpi, dolin pa edhe fakti që ju s'keni asnjë mundësi për t'ju përgjigjur qytetarëve, nuk keni krijuar asnjë mundësi për t'ju përgjigjur qytetarëve në raste emergjencash. Zjarrfiksja shkonte deri në katin e 6. Po sigur një nga këto kullat të marri flak, si do ngjiteni atje te kati 20? Merren ndonjë mas për këtë çështje? Zero. Keni thënë, keni marrë një buxhet ju për Ministrinë e Brendshme, ku e keni kaluar dhe zjarrfikset dhe gjitha tjera. Po do ta them unë, pa merak do ta them unë. Duhet që t'jeni ju që të kërkoni falje zjarrfiksve, që i rrezikoni jetën me ato mjete rrethanore që i keni lënë, sepse keni marrë lekët, i keni futur në xhep, jeni pasuru ju, keni mbush llogaritë tuaja bankare dhe për këtë arsye rrezikohen jetët e zjarrfiksve, të policëve dhe çdo qytetari shqiptar. Dhe prandaj rrezikohet shtëpia dhe apartamenti i çdo qytetari, se ju keni marrë lekët, i keni futur në xhep, keni ardhur këtu pa shtëpia dhe jeni bërë tani me vila. Apo jo, ju jeni po t'njëtët. Keni pas kryeministrin me 3 milion lek llogari bankare dhe sot e keni me bank personale. Keni pas shefin tuaj me shtëpi me qera dhe sot e keni me vil 6.000 metra katror. Atje në majtë Surrelit. Apo jo? A është toka ati ajo? A e ke pyet në me çfarë lekësh e ka bërë, se me rrogën e që ka këtu si kryeministër nuk i bënte dot. Se nuk ishte as 4 muaj që u bë kryeministër dhe doli me 6.000 metra katror shtëpi në Surrel. Kryeministri me shtëpinë më të madhe në Europë është Edi Rama. Me atë merru ti.
Le falje dhe lotët e krokodilit që nxirrni ju, që shkoni atje atë prefektin, a është shkarkut atë? Atë që tha që s'kam nevojë unë të merra me këtë punë, s'mintereson mu se ku do flen këta. A është shkarkut? Dil tu e kërko shkarkimin, pastaj kërko dënglat e tjera. Tani, çfarë masash do merrni ju sot? Si qeveri, çfarë masash do merrni ju sot? Për të siguruar që mos kemi më probleme. Sepse në televizionin tuaj, televizionin e mafjes tuaj, dje Armando Lilo deklaroi që jo, tha, çdo pallat tha do merrte flak, tha, nëse rrim flaka 3-4 orë. Por unë nuk di ndonjë pallat që të marrë zjarr se kam djegur 3 kartona poshtë në katë parë. S'kam dëgjuar ndonjëherë, qofsha unë gabim. Kishin dalë ato të big marketit, nuk e di pyetin ja deputetin tuaj, kishin djeg 3 kartona dhe u doj gjithë pallati. Unë nuk e di këtë. Armando Lilo dje, te televizioni juaj, çka ka ABC-ja, televizioni Ballukut, tha që kjo, tha, do ndodhte me çdo pallat. Çdo pallat mund të marrë flak, tha. Pra ai as mban përgjegjësi për këtë situatë. Ku e gjen fuqin ky zotëria që s'mban përgjegjësi? E gjen fuqin te mbështetja që ka nga vetë kryeministri. Sepse lejet ja ka dhënë ai. Nuk ja jep dot as bashkia për atë kull, dhe ka të ndaluar me ligj, është një ligj që e keni kaluar ju këtu. I ka kryeministri. Ju mohuat e refundit që kanë lidhje kartelet me pastrimin e parave drogës ndërtim. Po si shpjegohet që drejtoria e cila merret me gjithë dokumentacionin për ndërtimet, AZT-ja, motra është motra karteleve. Drejtoresha e karteleve. A nuk është kjo zonja motra e 2 ushtarëve Psuel Çelës që drejton AZT-n sot? Ju keni motrën e karteleve dhe këte thoni, jo, kartelet nuk marrin. Dhe ja kur të del karteli me pallate pambuku, që marrin flak dhe rrezikohen jetët e qytetarëve. Për sa i përket asaj që tha zotëria, për sqarim publik, që nuk e përdor dot për politik, ka një deklaratë timen atë ditë që ka ndodhur, në falënderim të gjithë strukturave të policisë. Në atë ditë, nuk ka nevojë për propagandë këtu. Këtu ne duhet japim zgjidhje, që si do ta bëjmë që kjo mos ndodhi. Ku do t'i gjejmë parat? Se unë kam kërkuar komision që t'i dhënë më shumë parat, investohen më shumë para për zjarfikset. Ju ma keni mohuar, keni thënë që është e mjaftueshme. Ju ma keni mohuar propozimin mua. Do bini dakord sot me mua që trisim buxhetin për zjarfikset, trisim buxhetin për shërbimin informativ, trisim buxhetin për policinë e shtetit, trisim buxhetin që t'i rrisim rrogat atyre? Keni rrit zero, se keni rrit çmimet. Ju ka shku inflacioni për çmimet e shportës 10%. Ka shku kila domates 5.000 lekë. Ndërkohë rrogën ju e keni rrit se keni rrit 1%. Dhe është të tallëshme ata ti thua që ja kemi rrit rrogën. Por ky parlament nuk ka vlerë. Se këtu vjen dhe për interpelanca, njëri s'ka kohë, kryeministri nuk pranon, do të bësh një diskutim normal, do të bësh një debat normal, do të bësh një propozim për një projekt ligj, e propozon opozita, nuk pranohet. Thjesht për kaq, çdo gjë këtu është politike, se është për të mbajtur pushtetin tuaj. Dhe për kaq, për problemet e qytetarëve nuk keni plan ju. Nuk keni program ju për hallet e qytetarëve. Kur një qeveri nuk ka kohë të merret me qytetarët, është koha që qytetarët merren me atë qeveri dhe ka vetëm një formë që mund të merresh, dhe ajo është në protestë, në përballje, dhe atë duhet bëjmë nesër. Dhe i bëj thirrje çdo qytetari. Kjo qeveri s'ka plan, as t'ju uli çmimin e naftës, as t'ju ngrej rrogat, se është e zënë me hallet e veta. Prandaj është detyra jonë si shoqëri të largojmë këtë pushtet që të rikthehemi në normalitet me një qeveri që i përgjigjet qytetarëve dhe jo që i përgjigjet lilave apo luleve të kësaj mazhorance. Faleminderit. Zonja Bardeli, keni fjalën? Të përgatitet zonja Luku.